Shëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur përgatit një drekë të shpejt, një drekë të sheshme me steak të pulës. Krejt që kanë nevojitën janë 800 gram steak të pulës, e kemi pastruar normal mirë me ujë. Mandej i marinojna me pak krip, pak biber të zi, pak biber të kuq. Për përgatitjen e sosit na nevojitën 250 gram këpurdha, 200 ml qumsht, 200 gram me halta ose shlagzane oj për ndryshe këtu në Gjermani, një lugë të gjellës me miell, një lugë të mesme me hudhër, një lugë të mesme veget, një lugë të çaj biberzi, si dhe një lugë të mesme me magdanas të tjerë. Në moment tjetër jam duke e zi po ashtu edhe orizin, e kom postuar recetën s'di sa herë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Pra, steak të pulës, tashti i marinojna me pak krip, ja qesim pra. Mandej biber të zi, pak biber të kuq, edhe pak vaj ulliri. I përzina mirë, steak pulës pra me duar, edhe i kaverdisim në tigan ku e qesim pra pak vaj. Kemi hedhur vaj në tigan, është nxehur, tash me një herë e qesim pra steak pulës që i kaverdisim mirë në të dy anë. Dhe të lojna në një tjetër. Bashkë ka vëdisë po mishi pulës, për një steak pulës, e marrëm një pjatë edhe i qesëm pra steak pulës në një pjatë. Tek vojnë e tigan, i njëjti ku kemi ka vëdisë pra steak pulës qesëm. Kurvat, kaverdi. Pa të morën edhe një lukë të mesme dikon me buqerë të ndryshë të gjallë. E qesim. Kurva që ka vëdisë për një 5 minuta. Pasi që ne ka vëdisë kurva, është marrëm një lukë të gjellës plot në mirë. Ka vëdisën si kurse me janë. Një drekë shpejt, një drekë shumë e sheshme që avlejnë ta provojnë. Cila vërtet. Ta shtojnë 200 ml me qumsht, 200 gram me halta ose shlagzan në këtu në Gjermani, për ndryshe ojk. Me lmesa që i thëmë përmen, e përzinë mirë dhe lëna sosin që të zihet. 5 minuta. Pasi që të fillojnë me mëdhe normal, 5 minuta. Të marrën edhe shpërlojna këtë gutën ku ka qenë halta, pak në ujë. Edhe qesim. Një sos fantastik.
Edhe sosi është zi për 5 minuta, duket kështu që ka një shije fantastike. Në tjetër mishi ka verdisur. Në tjetër orizi që kom zi, një oriz perfekt, një oriz kokër që bëhet. Pra veç e kom zi, e kom lanë me që të hojt deri sa të shterët, ja kom qita një mandej për kom zi, palom të kuzhines, edhe ka pakën të gjires për mi, aj paloma pra thith atë ovullën pra, që mbet i langshëm krejt të bën oriz të tjere. Një pjatë ku e kom qitë pra orizin, në këto format që e kom postos disa herë, kështu duken pra janë fantastike, se për sytë bukura dhe shije të për mirë, qesin pjatë, e morëm pra edhe steak të pulës, e renditim në pjatë, një drek, ma mirë se në restorant. Po ashtu e shpejt në përgaditje, ku nuk keni edhe kur shumë gjatë, sidomos kur të vini prej punës që kam ju knoq. Tash morrim edhe sosin. Bismillah. Mundën edhe steak njoqit për mi, kështu familja e me preferojnë. Bismillah, tash marrim sosin, ose mundën i mjaqit mbi steak të pulës, ose onash, kështu familja ime ka qef kështu onash. Edhe ashtu propja u qesim. Kështu që neve na bef të mirë kjo drek e shishme, juve, motra të dashura nëse provoni po ashtu. Faleminderit për përkrahjen që ma bani, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina. Miru t'ju them, miru pofshim.